Përfshirja sociale është një parim thelbësor i çdo shoqërie të drejtë dhe gjithëpërfshirëse. Të rinjt veçanërisht nxënësit e shkollave të mesme kanë një rol të pazëvendësueshëm në ndërtimin e një shoqërie që bazohet në mirëkuptim, solidaritet dhe bashkëjetesë. Përmes pjesëmarrjes aktive, ata mund të kontribuojnë në zhvillimin e komuniteteve dhe në krijimin e një kulture qytetarie aktive. Në Kosovë së fundmi është shënuar Dita e Përfshirjes Sociale që paraqet një nismë të veçantë që synojnë të institucionalizojë vullnetarizmin dhe angazhimin qytetar nëpërmjet një modelit të strukturuar, por çka nënkupton kjo? Si mund t'i bëjmë ne të rinjt tanë vullnetar në fusha të ndryshme? Për këto e të tjera, në studio kam të ftuar Bajrami Lazin, faleminderit që jemi neve. Faleminderit shumë për ju, është kënaqësi e veçantë që jam me ju. Në fakt po flasim për diçka që është e shënuar, por unë besoj që është një nismë, një punë që do të vazhdoj. Dita e Përfshirjes Sociale. Na fol pak më tepër për këtë ditë. Fillimisht më lejo të theksoj që përfshirja sociale ka filluar dhe vazhdon të jetë në Kosovë, e veçanërisht angazhimi i shoqërisë civile, mediave dhe gjithë faktorëve tjerë të rëndësishëm në Kosovë. Megjithatë është vërejtë që manifestimi ose Dita e Përfshirjes Sociale, e cila është me 10 tetor, në ditën ndërkombëtare të përfshirjes sociale, nuk është që është manifestuar në këtë ditë posaçërisht në Kosovë, edhe pse ka pas nisma të ndryshme qoftë nga organizatat e shoqërisë civile apo edhe nga vetë shkollat apo edhe nga aktorë të tjerë, sa i përket përfshirjes sociale. Kështu që duke pas parasysh këtë fakt, organizata jonë Zëriram Bashkërive dhe Egjiptianëve kanë ndërmarrë edhe nismën Dita e Përfshirjes Sociale, e cila është festuar ose është realizuar me 10 tetor, kur ka qenë edhe dita ndërkombëtare e kësaj dite. Por kjo përfshirje sociale nënkupton vetëm komunitetet? Jo, ideja faktikisht ka qenë që të përfshijmë gjithë nxënësit pa dallim etnie, gjuhë, kulture apo aftësie fizike, me qenë se konsiderojmë që përfshirja sociale vetë fakti ose temi e përfshirjes sociale nënkupton që në këtë përfshirje duhet janë të përfshijmë gjithë kategoritë dhe qytetarët e Republikës Kosovës. Megjithatë, për dallim prej aktiviteteve tjera, në ditën e përfshirjes sociale kemi menduar që të përfshijmë nxënësit e shkollave të mesme të larta në Kosovë, po konkretisht nxënësit e shkollave klasave 10, 11 dhe 12, pa më parasysh përkatësinë etnike apo aftësinë fizike, gjuhësore. Çka bëjnë gjatë asaj dite këta nxënës? Nxënësit nga gjitha komunitetet në Kosovë janë aktivizuar ose janë angazhuar në kompani, biznese, institucione apo edhe organizata të shoqërisë civile në një ditë pune. Kuptohet që ajo ditë pune ka qenë 3, eventualisht 4 orë, me qenë se ligji i punës e lejon që fëmijët e moshave 16 deri në 18 vjeç të angazhohen me gjysmë orare, dhe janë angazhuar në biznes, institucione dhe kompani të ndryshme, dhe pastaj këtë farë angazhimin ose punën e tyre që e kanë bërë, kontributi i tyre nga vetë kompanitë është transferuar në fondin e përfshirjes sociale. Pra ideja ka qenë që nxënësit janë angazhuar 4 orë, dhe pas këtyre 4 orëve kompanitë, bizneset, institucionet kanë transferuar mjetet në vlerë prej 20 euro paku, pa minimumi kanë transferuar në fondin e përfshirjes sociale. Dhe çka bëhet me këto të hyra? Dhe pastaj të hyrat të cilat janë ngumburuar dhe janë ngumburuar me sipër, ato do të menaxhohen me një mënyrë nga bordi i përfshirjes sociale. Ky bordi i përfshirjes sociale janë vetë nxënësit të cilët do të jenë pjesë e bordit bashkë me përfaqësues të organizatës sonë, mirë po njëkohësisht edhe drejtoritë komunale të arsimit, dhe vetë nxënësit do të me një mënyrë do të vendosin se si do të shpenzojnë ato mjetet. Megjithatë, objektivat tona apo udhëzimet tona janë që këto mjete të shpenzohen për grupet në nevojë, për grupet e marginalizuara në Kosovë, konkretisht vetë nxënësit, po jo për gjitha grupet, por specifikisht për komunitetin e nxënësve, dhe investimet mund të janë qoftë edhe bursa për nxënësit të cilët kanë kushte të vështira ekonomike, pastaj mund të jetë rregullimin e hapësirave fizike për nxënësit me aftësi të kufizuara. Mirë po njëkohësisht mund të janë edhe për shembull ligjërata ose ngritjeve dijes së nxënësve, se përket dukurive negative që është droga, duhani, burrizmi, diskriminimi, segregimi apo edhe fenomene tjera të cilat janë negative në shkollat tona. Mirë po padyshim që këto nisma përveç mund të janë edhe rregullimi i parkeve në brenda shkollave pa hapësira të tjera, mirë po njëkohësisht mund të janë edhe vetë ide apo iniciativa nga vetë nxënësit të cilët i konsiderojnë të nevojshme që në mënyrë që të kemi përfshirje brenda shkollave të tyre i konsiderojnë të nevojshme. Që është shumë e rëndësishme në këtë fakt përveç punës vullnetare që vetë nxënësit e kanë bërë, është tepër shumë humane dhe konsideroj që është tepër shumë e rëndësishme të potencohet edhe vetë fakti që jo domosdoshmërisht nxënësit e shkollës, mjetet e cilat janë ngumburuar do të transferohen ose do të realizohen aktivitete në shkollë, po ato do të realizohen
në shkollat apo në vendet ku vetë nxënësit i caktojnë e që janë më të nevojshme. Pra me një farë mënyre edhe me këtë rast është një lloj solidariteti nxënësve ku tregojnë që pa më parasysh investimin që është në shkollë të tyre apo në ndonjë shkollë tjetër apo në ndonjë qytet tjetër, është e rëndësishme që nxënësit të cilët kanë nevojë për më shumë përfshirje sociale të përfitojnë nga kjo nismë. Mirë po, është tepër shumë e rëndësishme që përveç angazhimit të tyre në punë, kompani pra, dhe mbështetjes financiare që bojnë, është tepër shumë e rëndësishme edhe ngritja e vetdijes së nxënësve për përfshirje sociale, sepse përveç 10 tetorit, që ka qenë dita e përfshirjes sociale dhe manifestimet të kësaj dite përmes angazhimit, ne kemi dashur që kjo ditë e përfshirjes sociale të jetë vetëm një nismë, mirë po përfshirja sociale të vazhdojë edhe matutje në shkollat tona, mirë po jo vetëm në shkollat tona. Si ka qenë qasja e prindërve, më intereson, kanë qenë prindrit bashkëpunues në këtë drejtim, sepse sigurisht duke qenë se janë të mitur, duhet ndoshta edhe një leje e prindit edhe shkollës që fëmijët edhe të angazhohen në diçka tjetër jashtë orarit mësimor. Normalisht që për neve si organizatë në vend të parë janë të drejtat e fëmijëve dhe mbrojtja e tyre, dhe me këtë rast kemi hartuar disa dokumente të cilat janë nënshkruar nga prindërit, janë nënshkruar nga kompani të ndryshme, dhe ajo që vlen të potencohet është që vullneti apo gatishmëria e prindërve për të lejuar në këtë aktivitet ka qenë tepër e madhe dhe e kënaqshme, sepse me vetë faktin që prindërit fillimisht janë njoftuar në kompanitë që nxënësit apo fëmijët e tyre me këtë rast do të angazhohen, mirë po njëkohësisht kemi pasur një zotim për vetë kompanive për një nënshkrimit të një dokumenti që do të respektojnë drejtat e fëmijëve dhe me një farë mënyre nuk do të abuzojnë me drejtat e fëmijëve, mirë po njëkohësisht edhe vetë fëmijët përmes një dokumenti janë njoftuar me gjitha drejtat që i kanë dhe njëkohësisht në rast të ndonjë shkelje të drejtave të tyre edhe ku mund të me një farë mënyre të lajmërohen. Mua më intereson për shembull, pa përmendur emër kompanie dhe të tjera, çka ka punuar ndoshta një grup i fëmijëve në një rast të caktuar që mundesh me ndo me neve? Po, ka pas kompani të ndryshme të cilat janë përgjigj kësaj dite dhe nxënësit për shembull ka pas në biznes kompani apo në markete të ndryshme të cilat me një farë mënyre kanë rregulluar mallin, kanë vendosur në rrafta të ndryshme, apo ka pas për shembull kompani të cilat kanë ndihmuar në printimin e materialeve, këta i kanë bërë flet palosjen e tyre. Po kompani të ndryshme ose ka pas kompani për shembull që kanë servuar ushqim në një farë mënyre, mirë po kjo favori servime ose kanë marrë përgjegjësi të ndryshme në ndonjë vend, ose ka pas kompani për shembull që kanë bërë edhe në janë përpjek me bëu dizajnimin për shembull të flet palosje apo materialeve të tjera të cilat lidhen me vizibilitetin. Po ka pas kompani të ndryshme, mirë po normalisht të gjitha kompanitë të cilat kanë qenë të përfshira, kanë qenë ato kompani të cilat kanë qenë punë të lehta dhe të përshtatshme për moshën e fëmijëve të cilat i kemi pasur. Po më intereson pak se ka qenë qasja e fëmijëve, sepse jemi duke e proklamuar shumë edhe këtë faktin që jemi të rritë gjeneratat aerokremit. Gjenerata që refuzojnë me punu ose që nuk janë të gatshëm me punu vullnetar, kanë qenë të gatshëm e kanë pranuar, le të themi me seriozitet edhe me vullnet, sepse ndryshe është ndoshta kur i jepet një punë dhe i thuhet duhet të shkosh për ta përfunduar dhe ndoshta e merr disi për ta përfunduar, po në momentin që e ka vullnetin dhe dëshirën për ta bërë, sigurisht se dallohet ajo energji. E keni dalluar këtë energji? Po, me të thënë të drejtën, në këtë aspekt, ne si organizat na kanë dhënë pak të papërgatitur për çuisun të fojza, për shkak që nuk kemi pritur numrin e fëmijëve ose nxënësve të cilët do të paraqiten në mënyrë vullnetare për të angazhuar në kompani biznese të ndryshme, do të ketë aq kaq i lartë sa ka qenë, dhe me këtë rast numri i fëmijëve të cilët janë paraqitur për të angazhuar në këtë ditë ka qenë tepër shumë i lartë dhe madje ka pasur nxënës të cilët me një farë mënyre kanë dashur të kontribuojnë vetëm financiarisht, po jo edhe duke u angazhuar në kompani ndryshme, mirë, po kjo nuk ka qenë ideja nuk ka qenë ideja që ata të kontribuojnë vetëm financiarisht, po të kontribuojnë edhe në këtë aspektin vullnetar përmes një angazhimit të tij apo të saj. Dhe me këtë rast po kemi pas numër të lartë të nxënësve dhe me të thënë të drejtën, kjo për neve ka qenë një ndjenjë jashtëzakonisht shumë e mirë dhe e këndshme për shkak që nuk e kemi pritur ne që do të kemi nxënës kaq shumë të interesuar dhe nxënës të cilët janë të gatshëm të kontribuojnë për përfshirjen sociale, sepse konsideroj që përveç vullnetit të tyre që të kontribuojnë të angazhohen në një ditë pune në fakt, mbi të gjitha është ky vullneti i tyre që në gjitha nxënësit pa më parasysh kategorinë sociale apo fizike apo aftësive fizike në fakt të tyre apo të tjera, që dojnë të jenë të përfshirë, sepse të them të drejtën ekziston një farë paragjykimi jonë që gjeneratat tani me që po vinë, gjeneratat më të reja që në shkollat e mesme, dhe kjo gjeneratat të atyre të gjeneratave tona të pas luftës, po e quaj kështu që
kemi pas një vullnet të jashtëzakonshëm, mirë po në fakt këto gjenerata kanë po të njëjtin vullnet si ne, mirë po fatkeqësisht konsideroj që nuk është duke u punu mjaftueshëm me këto gjenerata dhe konsideroj që nuk kemi qoftë mekanizma, qoftë organizata, qoftë institucione të cilët din me një mënyrë me kanalizu vullnetin e tyre dhe din se me shfrytëzu vullnetin e tyre për të mirë, normalisht këtë farë shfrytëzimin, sepse vullneti i tyre është tepër shumë i lartë, por nuk kanë disa mekanizma apo heqës të cilët do të mund të aktivizonin dhe të përdorin për të mirë këtë vullnet. Aktivitetet që janë bë në nivel të Kosovës apo në nivel të kryeqytetit? Aktivitetet ne kemi përfshirë në 7 komuna të Republikës Kosovës, duke filluar nga Peja, Gjakova, Suhareka, ka qenë Ferizoje, ka qenë Lipjani, Podujeva dhe Prishtina. Po janë në 7 qytetet të Republikës Kosovës, nuk është që nuk kemi dashur edhe në qytetet e tjera. Megjithatë, për neve ka qenë tepër shumë e vështirë që t'i menaxhojmë edhe t'i marrim edhe qytetet e tjera. Mirë po kemi pas një vullnet, një gatishmëri tepër të lartë edhe të kolegëve tonë zyrës, të cilët kisha dashur me i përshëndetem, i falenderoj për gjithë fat vullnet. Mirë po njëkohësisht vlen të theksohet që gatishmëria dhe vullneti vetë drejtorive komunale të arsimit ka qenë tepër shumë i lartë, të cilët i përshëndes po ashtu dhe i falenderoj për këtë vullnet. Po mbi gjitha kemi pas drejtorë të shkollave, të cilët njashtu janë përgjigjur shumë pozitivisht. Mirë po njëkohësisht kemi pas vasi drejtorë që me një farë mënyre nuk e kanë pas vullnetin aq të lartë, por që me ndihmën e psikologëve të shkolla, me ndihmën e koordinatorëve të shkolla, mirë po edhe vetë me ndihmën e iniciativën e kryetarëve të shkollës ose të klasave, është arritur që të realizohet ky aktivitet dhe më fund të drejtën për neve ka qenë tepër mirë që nuk kemi marrë qytete më shumë sepse kishte më qenë shumë më vështirë e menaxhueshme dhe shumë më vështirë e realizueshme për shkak që kapacitetet tona njerëzore nuk kanë qenë aq të larta dhe njëkohësisht vlen të theksohet që ka qenë një pilot projekt nga ana jonë, për një iniciativë pilot dhe është vetëm viti i parë, mirë po konsiderojmë që me gjitha mësimet e nxjerra nga kjo nismë do të mund të realizojmë në qytete të tjera, edhe pse jo edhe në iniciativa të tjera. Diçka që kisha dashur me shtu është që të mos kemi një lloj këtë kuptimi kështu, nuk është që ky aktivitet si nismë po bëhet për hir të parë, sepse kemi pas edhe vetë iniciativa nga vetë shkolla të cilët kanë përgatitur ushqime apo kanë bërë aktivitete të ndryshme me qëllim të ngumbullimit të fondeve dhe pastaj edhe realizimit të aktivitetit në shkolla. Ka pas edhe vetë nisma nga disa organizata të shoqërisë civile, mirë po ato nuk është qenë realizuar në një ditë të veçantë, ato kanë qenë në dita të ndryshme. Dhe është hera parë që bëhet në vjetë të një ditën e përfshirjes sociale. Kjo është shumë e bukur, edhe sigurisht unë besoj shumë që ju do të vazhdoni ta keni edhe ta zgjeroni këtë bashkëpunimin me drejtoritë e arsimit në për të gjitha komunat e Kosovës. Do të ishte ideale në mënyrë që fëmijët e të gjitha komunave të përfitojnë nga kjo puna vullnetare dhe le të themi të ndërlidhet pak edhe kjo çështja e edukimit, duke e shtyrë përpara edhe forcimin e empatisë të fëmijës, sepse kjo është shumë e rëndësishme edhe po na mungon kohëve të fundit, e marr parasysh edhe ndikimin e madh të teknologjisë, sikur situata po na del pak prej dorës, por është shumë e rëndësishme të kemi iniciativa të tilla. E sigurisht unë besoj shumë që të gjitha DKA do të jenë bashkëpunëtore marr parasysh edhe qëllimin. Po shkojmë me pak muzikë e rikthehemi përsëri. U rikthehemi përsëri për të vazhduar bisedën këtu në studio me Bajram Ilazin, me të cilin po flasim për përfshirjen e të rinjve në aktivitete të ndryshme të cilat për qëllim kanë ngritjen apo nxitjen e vullnetarizmit dhe sigurisht nga ajo edhe përfitimin e këtyre të rinjve nga aktivitetet dhe puna që ata bëjnë. Në këtë formë deri më tani Bajrami na ka treguar që ka pasur aktivitetet në të cilat fëmijët e shkollave të mesme kanë punuar në për institucione të ndryshme private, nga aty kanë përfituar të holla të cilat ata vetë do vendosin se kujt do i destinojnë në të mirën sigurisht të komunitetit të tyre. Por kur flasim për të tilla aktivitete Bajram, më intereson pak se ndoshta e shihni edhe me një sy tjetër edhe faktin që në Kosovë me të vërtet kemi nevojë me nxit këtë rini për me punu, për me qëndru në Kosovë dhe jo për me dal jashtë Kosovës, nga kontakti i madh, le të themi, me këta të rinj. Si ishte energjia e tyre? Janë të gatshëm ata me punu për këtu, për vendin e tyre? Padyshim që po, mendoj dhe konsideroj që Kosova jonë është shumë e fatë që ka një rini kaq të mirë dhe ka një numër kaq të madh të rinjeve dhe konsideroj që gabimi më i madh i vetë institucioneve tona është që nuk po din ose nuk po dëshiron me shfrytzu këtë potencial të rinjeve që e kemi dhe fatkeqësisht kemi pastaj edhe një favoj migrimi të rinjeve në vendet e Evropës, pastaj ato vende po din
mësmirë se si me shfrytzu me një familje ose me përdor këtë farë potencialin e trive që e kem. Duke qenë se jam aktivist i shoqërisë civile tash so vite, konsideroj që në këto vitet e fundit kemi një farë zbehjeve nga vetë shoqëria civile se përket punës vullnetarëve, aktivizmit të të rinjve. Dhe kësaj po konsideroj që ky farë vullneti që kemi tek të rinjët nuk është që po përdorë tash mjaftueshëm qoftë edhe nga vetë shkolla, qoftë nga vetë institucionet apo edhe nga organizatat e shoqërisë civile, sepse disi po e shohim që pastaj ka pas po konsideroj, po shpresoj që nuk do të ofendohet dikush, por ka pas edhe keq përdorime të vetë të rinjve me një familje vullnetarizmit të rinjve që kemi pas, dhe kësaj pastaj kemi pas edhe një farë zbeje të rinjve që dëshirojnë me marrë me punën vullnetare. Kështu që po e bëj një farë kritike, po e quaj kështu për gjithë faktorët të cilët kanë qenë përfshim në punën me të rinj. Sepse konsideroj që të rinjët janë përtej projekte, janë përtej iniciativa, janë përtej gjitha fondeve që ne si organizata mundemi me i pas. Është edhe tepër shumë e rëndësishme të theksojmë që këtë iniciativën e ditës së pëshqirjes sociale nuk është që kemi pas ndonjë projekt, nuk është që kemi pas ndonjë fond prej një donatori ndryshëm, por kjo ka qenë një ide e vetë organizatës dhe ideja ka qenë që të mobilizojmë nxënësit, të aktivizojmë nxënësit që me një mënyrë të realizojnë aktivitetet është pa përfitime në kuptimin financiar, është thjesht organizim në kuptimin e përfitimit të nxënësve në ato pak financa që sigurisht se do i marrin, nuk është se po flasim për shuma të mëdha, por që ideja është në nxitjen e vullnetarizmit të tyre dhe punën që ata e bëjnë dhe pastaj atë shpërblimin që sado i vogël për ta duket i madh, sepse shpërblimi i punës së tyre. Më intereson pak a ndikon kjo pjesa e bashkëpunimit apo e nxitjes së vullnetarizmit edhe bashkëpunimit të nxënësve të le të themi shkollave të ndryshme, komuniteteve të ndryshme, për me pranu ata më shumë njëri tjetrin, edhe me i heq ndoshta këto stigma që ende vazhdojnë, janë zbehur, por vazhdojnë edhe qëndrojnë në shoqërinë tonë. Unë po konsideroj që po, megjithatë ky aktiviteti që i ditës së pëshqirjes sociale ka qenë aktivitet që nxënësit e një shkolle kanë shkuar me një kompani, ka pas kompani që ka planuar vetë nxënës, 5 nxënës, 2 nxënës, 1 nxënës. Prave nuk është që ka pas mundësi të socializohen ose të përzierjes kështu të nxënësave të shkollave të tjera. Megjithatë kjo konsideroj që mundet me qenë një ide tepër e mirë për vitin e ardhshëm, ku mundemi të kemi edhe si farë përzierje të nxënësve mirë, por kjo njëkohësisht mund të jetë edhe një sugjerim tepër i mirë që pastaj aktivitetet që realizohen nga gumburimi i fondeve të pëshqirjes sociale të realizohen ose të kanë për fokus edhe këtë farë socializimin e nxënësve të tani i du meritat e sugjerimit. Po, mendoj që kjo mund të jetë edhe të këtij rekomandimi, kështu që ta keni seriozisht. Kjo rekomandim mund të jetë tepër shumë i mirë, kështu që mundemi me jap edhe të vetë nxënësit që do të kenë anëtar të bordit të pëshqirjes sociale. Mirë pa çfarë vlen të theksohet është që shihet dhe ka vullnet që nxënësit e shkollave ndryshme, nxënësit e qyteteve të ndryshme të bashkëpunojnë njëri me tjetrin dhe të ngrisin këtë farë socializimin, sepse është tepër shumë keq kur ne shkojmë me një shkollë dhe vërejmë që një nxënës i një pjesëtarit të një komuniteti të saktuar nuk dëshiron me paraqit përkatësinë e tij etnike apo të saj, meqense se nuk don. Sigurisht ne do të punu shumë që ata me u ndjet lidh me tregu kush je dhe nga vjen, sepse askush nuk duhet me ndjet turp për atë se çka është. Kjo me të vërtet sikur meriton pastaj sepse është e padrejtë definitivisht. Pikërisht, sepse vetë fakti i kësaj pëshqirjes sociale ka për qëllim që gjithë nxënësit të ndihen të barabartë, të ndihen të vlerësuar, të ndihen të respektuar. Me një mënyrë të njihet ai kontributi i tij apo angazhimi i tij, mirë po vetë respektohet se kush është nga vjen vetë çka bën. Mirë po njëkohësisht është tepër shumë e rëndësishme që nxënësit pa më parasysh edhe përveç përkatësisë etnike, pa më parasysh edhe kushtet financiare, të ndihet i përfshirë bashkërisht me gjithë nxënësit e tjerë, qoftë edhe në aktivitetet e shkollës apo qoftë edhe në aktivitetet që bojnë vetë nxënësat. Prandaj është tepër shumë e rëndësishme që kjo pëshqirje sociale, përveç kësaj ditës që më vjen të orë, është tepër e rëndësishme që kjo pëshqirje sociale të realizohet apo të jetë çdo ditë në shkollë. Dhe kjo pëshqirje sociale përveç shkollave, institucioneve, jetë edhe nga vetë nxënësit, sepse ne e dimë që shohim kur disa nxënës të kategorive të njëjta sociale ose ekonomike bën bashkë, dhe pastaj kategoritë e tjera sociale janë me një mënyrë, me një faqoshë tjetër atje, por nuk është që kemi një farë bashkëpunime të tillë. E unë konsideroj që kjo farë aktivitete që kemi realizuar për edhe aktivitetet e tjera, me një mënyrë do të ngrisin edhe këtë farë vedien që pëshqirja sociale tjetër vetë në neja që bëhen në nxënësave apo në shoqërimin e nxënësave apo në aktivitetet e tjera, se përveç angazhimit të nxënësve në këtë ditë, konsideroj që ky aktivitet ka përçuar një mesazh tjetër
që gjithni sa do të vegjël që jemi, apo sa do të mitu që jemi, apo sa do që pa më parasysh se ku gjindemi dhe si jemi, mundemi me ndikuve, mundemi me rritë këtë favoj pushive sociale, sepse mos të harrojmë që nxënësit e shkollave të mesme janë pikërisht ajo gjenerata e cila nesër do të jetë në universitet, ose ajo do të jetë ajo gjenerata e cila pastaj do të përfundoj qoftë në institucione, nesër do të mund të jetë dikush që është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme që në këtë kohë të fillohet, le të themi, nxitja e përgjegjësisë për punën, rolin e tyre kolektiv, ndikimin e tyre në shoqëri dhe të tjera. Cilat kanë qenë, le të themi, komentet më të shpeshta që ke mujt me i marrë ose me i dëgju prej këtyre të rinjve? Ndonjëherë që tingëllojnë edhe qesharak kur përballen me ndonjë punë që ndoshta nuk din me bo, por pastaj shumë shpejt ata din me u përshtat. Janë shumë të këndshëm në këtë kohë. Çka thonë? Po, ne kemi pas 7 kolegë të cilët kanë qenë secili në komunën e tij të saj dhe mund për fatin e mirë kam pas mundësinë me vizitu 2 ose 3 qytete të cilat kanë qenë nxënësi të aktivizum, fakt të angazhum. Dhe komentet kanë qenë tepër shumë interesante sepse vetë nxënësit e kanë pa këtë angazhimin e tyre shumë të lehtë dhe diçka që munden me bëj çdo ditë. Dhe madje ka qenë tepër shumë e këndshme nga vetë nxënësit që kanë thonë unë mund të më angazhua dhe 3 herë në muaj me bëj kësi aktivitete të tilla dhe gjithë kontribut jam që dashur me u shpërndar për nxënësat të cilët ose bashkëmoshatarët e mi të cilët kanë nevojë. Ose ka pas nxënës të cilët kanë thonë që mundemi me ndoshta vetë venda shkollës me organizua aktivitete të tjera, me bën nisma të tjera, të cilët kishin me ndiku në pushimin sociale. Po siç e thashëm në fillim, është tepër shumë e rëndësishme që të ketë dikush që ju vëheq ose ju vëzon ose prini parë para këtyre nxënësve, mbështetja e nxënësve është pastaj tepër shumë e lartë. Po kemi pas komente të tilla nga nxënësit, madje ka pas nxënës të cilët kanë qenë për shembull të angazhuar në klinika për shembull infermieri ose klinika të ndryshme dhe kanë thonë që na mundemi më angazhuar në mënyrë vullnetare për familjet që kanë nevojë qoftë mukides për ndonjë të moshuar ose qoftë për ndonjë të ri. Është vullnet tepër shumë i lartë, veç duhet një mobilizim, një angazhim nga vetë ne që jemi paksa më të rritur me një familje dhe pastaj angazhimi i nxënësve është tepër shumë i lartë. Është tepër shumë e rëndësishme të theksohet që vetë mënyra se si shpjegohen nxënësve për këtë pushimin sociale brenda shkollave është tepër shumë e rëndësishme. Sepse nxënësit nuk duhet ta kishin parë këtë farë angazhimin e tyre që po i marrin veç do të hova, edhe po i shpërndajnë për nxënësat që kanë nevojë, po këtë për te saj, ta shohin këta që ata munden për një ditë pune apo një angazhim 1 orë, 2 orë apo angazhime të tjera që mund të kenë, mund të ndryshojnë jetën dikujt, sepse mund ta keni parasysh nëse një nxënës i cili mundet me braktisë shkollën për shembull, për shkak të kushteve ekonomike dhe me një buzë 300-400-500 euro, ai vazhdon me që në shkollë i ndryshohet komplet jeta. Po du me u ndal pak, ju thatë pak më herët që fëmijët kanë qenë shumë të hapur ndaj punëve që ju kanë dhënë dhe ka pasur punë të ndryshme, klinika, markete, restorane. A ka pas dikush që thotë unë nuk jam për këtë punë? Jemi mundu që profilet e nxënësave me një familje të jenë në biznese të cilat përshtaten pak a shumë edhe me. Kam pas ndoshta një lloj dëshire se ku po du me shku. Po, e kam pas pak a shumë një favoj dëshire se ku po dëshirojnë me shku. Normalisht që nuk kemi mujt për krejt nxënësat me identifiku biznese të ngjashme. Sigurisht. Dhe ka pas biznese të cilat për shembull ka pas nxënësat që kanë shkuar në markete, dhe kanë thonë në hyrë spaku një herë në ditë në market, po ku nuk e pas na ditë çka po kanë këta punëtorët e marketeve dhe komë pas tepër më shumë kujdes se si komë marr mallin ose artikujt në hera të ashme, nuk komë me një familje nuk komë gjujt kështu ose diçka tillë, se pas ka tepër shumë të vështirë. Kjo po më ka qenë një sen shumë i mirë për shkak që me një familje kemi ngritur këtë fatvetdijen edhe vendzonca, sepse është tepër shumë e rëndësishme që në moshën që ata kanë, shpesh edhe vendzoncat nuk e dinë se çfarë heqin vendet e tyre për çfarë sugruan disa mjete, ose nuk e dinë se në një market, një punëtor i marketit aty çka mundet për shembull me një familje çfarë ditë të ranë mundet me pas ose se sa vështirë është me punu për shembull në ato vende ose në ndonjë biznes caktuar se përmend veç marketet, po më parasysh gjitha bizneset. Në një familje kemi ndikuar që ata të njëjta me këtë farë trendin e punës, me punën, po njëkohësisht edhe të njoftohen nashta me një familje me punë që ata kishin dashur me botarmen. Pse jo, sepse është tepër shumë e rëndësishme të theksohet që ligji i punës e lejon angazhimin e fëmijëve edhe në moshë 16 vjeçare dhe në vendin tonë fatkeqësisht ekziston një vedi jo shumë e lartë që nxënësit moshën 16, 17, 18 vjeçare gjatë pushimeve verore mund të angazhohen në biznese ndryshme dhe kësaj të kontribuojnë
edhe në mbështetjen edhe familjet e tyre. Kjo është shumë e bukur, u dhan shumë mesazhe, u dhan ndoshta le të themi edhe shumë ide për me shku tutje edhe me aktivitete tjera të cilat përveç se janë motivuese, janë edukative, kanë me shty përpara këtë shoqëri, këtë rini, me e pa rolin e vet brenda shoqërisë me shumë ndikim dhe jo me e pa veten jashtë asaj se çfarë po ndodh brenda shoqërisë, sepse në fund të ditës shoqëria që pritet të bëhet e ardhmja që ne meze e presim janë ata fëmijë të cilët janë sot në shkollat të mesme. Bajram përfund, cilat janë planet? Planet tona janë që kë aktivitet vazhdojnë në vitet e ardhshme, normalisht që ne do të ishim jashtëzakonisht shumë të lumtur që vetë shkolla të organizonin këto lloj aktivitetet, mos kishte nevojë për nisma për organizatave të shoqërisë civile. Dhe planet tona janë që ta shohim mundësinë e vitjes në gjitha qytetet e Republikës Kosovës, shohim mundësi se si përveç qenimet të ditës me vjetëtor, se si mund të përfshijmë edhe nxënësit e shkollave të mesme të ulta me aktiviteteve i ditët të ndryshme normalisht, mirë po njëkohësisht edhe vetë iniciativa nga vetë shkolla të cilat kanë për qëllim këtë favojë ngritjen e vetdijes edhe përfshirjes sociale. E bukur kjo, unë ju falenderoj shumë, ishte nder dhe kënaqësi të ju kem këtu në Glam Radio në Mekast, sepse Mekast sigurisht ke qenë i ftuar për të folur për diçka shumë të veçantë, sepse jemi mësuar që në vazhdimsi të flasim për atë se sa pasive është kjo rinia jonë, se sa janë jo shumë të angazhuar në tregun e punës, me aq sa kanë të drejtë ligjërisht që të jenë të angazhuar në tregun e punës, se sa pak kanë dëshirë që të kontribuojnë për këtë shoqëri. Sikur kemi dëgjuar kritika të pafundme, por ndoshta ndonjëherë është koha, jo ndoshta, po gjithmonë mundet me qenë koha që të promovojmë edhe aktivitete të cilat e nxjerrin këtë rini me atë shpirtin e madh empatik që unë besoj që çdo familje duhet me ndiku shumë edhe me i eduku në atë formë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për ju. Ishte edhe ky një podcast i kësaj radhe, biseduam për diçka krejt ndryshe kësaj radhe, të rinj të cilët janë organizuar për të krijuar diçka vet dhe për të fituar pastaj le të themi atë çfarë e kanë mbjellur. Sigurisht është shumë e rëndësishme që të promovojmë të rinj të cilët kanë energjinë dhe dëshirën për të qenë pjesë aktive e kësaj shoqërie dhe është shumë bukur kur realizohen aktivitete të tilla të cilat na japin shpresë se e ardhmja sigurisht do të jetë shumë e mirë. Deri javën tjetër, mirë dëgjofshim e mirë takofshim, mos harroni subscribe kanalin ton zyrtar në YouTube, follow rrjetet sociale të Glam Radios.